Audio Jungle. Përshëndetje miq të pa komplekse me mua Elionin. Sot kam një epizod shumë të veçantë për mua, sepse është epizod tejet personal, epizod që lidhet me familjen time. Sepse në këtë epizod bashkë me mua kam një nga personat më të rëndësishëm në jetën time, e ai person është gjyshi im, Ziamul Haxha. Gjyshi, faleminderit shumë që erdhe sot me bë një bashkëbisedim shumë të sinqert me nipin tënd, me mua, Elionin, edhe me thënë drejtën, është hera parë që unë po ndjem pak më emocionum, kam bisedu me shumë njerëz, po ky është epizod shumë i veçantë sepse është personal, është familjar, është emocional. Faleminderit shumë që erdhe sot edhe ma besove këtë gjë dhe mua. Elion, për mua kënaqësi që jam sot prezent këtu, për mua kënaqësi që po bisedoj me ty, për mua kënaqësi që në një mënyrë që sa do pak që ka më zgjatë kjo bisedë e përbashkët me ty, për mua do të thotë shumë mjet për kujtim, jo vetëm mua, po dhe sigurisht edhe ty, edhe nesër fëmijët e ty, edhe tjetët të afërt tund, mamin e motrën e, ju jetë një kujtim. Për atë arsye jam shumë i lumtur që po e bëjmë këtë bashkëbisedim sot, një rrëfim për jetën tënde gjyshi, për zhvillimin e jetës tënde deri sot këtu në këtë moshë gati 89 vjeç. Gjyshi, unë kisha pasur me fillu këtë bisedë bashkë me fëmijërinë tënde, edhe për rolin e nënës tënde në jetën që fëmijërinë e hershme tënde. Gjyshi, ti e ke humbur nënën shumë të re, kur ke qenë vetëm 10 vjeç. Cilat janë kujtimet sot që i ke me nënën tënde? Me qenë se as vetë nuk kom mendu që i kom jetu ka gjatë. Përjetime ka shumë. Përjetimet bukra, përjetimet hirura, problemet familjare, problemet shëndetësore, problemet në karrierë, në punë, kështu që jeta është plot me ngjarje. Me ngjarje, disa ngjarje të hidhura, disa ngjarje të bukura, e vështirë o miradhit ato. Vështirë o miradhit se kujtimet shpeshherë dështojnë, se trunin nuk mundet mi absorbu krejt ato që kanë gjë. Mirë po, jo ndo momente që ta rekujtojnë, ta freskojnë trunin edhe atëherë janë isë me u kujtu, me u përkujtu ngjarjet që kanë ndodhur gjatë jetës sime. Ti e din mirë prejarjen e familjes time. Ti e din mirë se ke jetu me nes, edhe pse je shumë i ri, mirë po kallëzimet e nonës tonde, gjyshës tonde, akrabastët, ka plot sende që ki mbajt mend. E fëmijëria jeme ka qenë plot me ngjarje. Heret kom jetë pa prind. Heret më ka vdekë nana. Në moshën 19 vjeçare më ka vdekë baba. Kem përjetu rastet ronda të skamjes pas luftës. Kur krejt jeta o përmbys, krejt idealet janë ndru edhe kushtet e jetës janë ndru në mënyrë rapide. Është duhet me u përshtat kushteve të reja, me u përshtat sa ma shpejt, me u aftësu për me mujt me ja kthy prindve kujdesin që kanë pasur. E une
prindve të mi, ja u kom këthy në një mënyrë, se më ka duft me u punësu heret, 18 vjeqar, me ndarë shkollimin e matë të tjeshen, për me mujtë familja jame me egzistu. E fillove punën si mësus shumë herët. Puna e pare e imja ka qenë arsimtar në vitin 1955, 18 vjeqar, në Katundin, Jabllanis vogël. Mirë, po kjo s'ka qenë dëshira jote kyçe gjyshi. Edhe ajo punë nuk ka qenë lehtë se kushtet jetësore në kanë të rënda. Situata ka qenë qësësoj që rroga e jame nuk ka mujtë me i përmbush as sendet elementare për familje. Kështu që më ka duft me shku në Katund 12 kilometra në kom, biciklet nuk ka mujtë me ble, se ta dhonat janë konë ashtë vogla, sa s'ka mujtë me ble bicikletën, 12 kilometra, kom mesë në kom, 5 orë kom jep mësim, edhe 12 kilometra jam këthy. Do më thonë 24 kilometra në ditë, për çdo ditë, verë, e dimen, shi, e borë, dil, e nxetë, të në kushtet atmosferike. Po, në atë periudhë kur fillove të punosh si mësues, në fakt dëshira jote më e madhe kanë qenë studimet. Mirë, po ty të desh me ndërprej këto ndër përkohësisht për shkak kësaj pune. Mbas një vjetit Katundit jam konë mësues edhe në Pejë. Një vjet jam konë mësues i nxënësve të klasës parë fillore në Pejë. Mandej, në insistimin e njerëkes teme, jam shku në studime. E mbajnë mend njerëka jeme kur ka thonë, shko, sigurona neve, edhe ndihmën sociale, na do të mbijetojmë. E ti mos jesh vetëm një mësues i vogël, me një rrogë të vogël, s'ki me mujtë mi mbajt familjen ç'është duhet. Cili ka qenë roli njerëkës gjyshi në jetën tënde? Çfarë roli ka pas njerëka në jetën tënde? Në qofë se në jetën teme se nona jeme ka vdek kur i kom pasu në 10 vjetë, edhe shumë pak e mbajnë mend ato. Shumë pak kom pas atë privilegj me u rrit pranë saj. Mirë po, sjelljet e njerëkes teme e kanë kompenzuar dashni. Ajo ka qenë një grua e madhe, edhe pse pa shkollë. Ajo ka qenë një grua e mençme që ka mendu pak më larg. Edhe ajo më ka stimulu, edhe më ka bind me shku në studime. Edhe kom shku në studime në Beograd, fakultet juridik, më ka siguru bursa, edhe për 4 vjetë i kom kry fakultetin, 61. Si ishte kjo periuda e studimeve gjyshi në Beograd? Si e përkujton këtë periudhë studimeve? Po si student, unë mbajnë mend si student, profesorët tonë, atëre nuk kem hin teste. Po setë si dhe student, është përgjesh para profesorit. I ka marrë pyetjet, i ka lexu pyetjet, edhe o përgjesh. Edhe i ka pas dorim me ne pej orës 8 deri në ora 2 mbas dite. Çdo student me i pyet, s'ki pas shans me ra në qofse ki dit, a s'ki pas shans me kalu në qofse nuk i dit. Aty në si ka interesu, qështë ke emnin, e mbi emnin. Po, a je student i mirë apo jo? Ata e mbajnë mentune. Po fillimet e tua kanë qenë të vështira kur shkove në Beograd? Ke shku me një valigje të kartonit? Unë kom shku me tren, me një valigje të vjetër, me një gjyspite me zela, një këmish në trup, një këmish aty edhe ku gjo tjetër. Si u gjenda atje, kush
Si u futen As konvikt? kom ditë ku kom me flejt. As kom ditë, më ka prit një shok në stacion, edhe më ka vendosin konvikt e një shok tjetër. Se në vitin e parë nuk më kanë padhon konviktin, edhe kështu që jom pedat, herë të njoni, edhe kom kry vitin e parë, në vitin e dytë më kanë dhonë konviktin, edhe kom kalu më mirë. Në studime atje gjyshi e takove edhe dashurinë e jetës, me cilën u martove edhe bashkjetove për 53 vite, kur bashkë rukëtut, mirë po si u njohë me nonën? Po, me grunë teme, me gjyshën tënde, unë rasisht në vitin e 4 jam konë studimeve, një shok i jenë. A i ka qenë në vitin e parë, fakultetit juridik, pa të shku me Krsmanovicin për Amerikë, 3 muaj ditë, edhe më loti me i zavencu në ushtrime, çdo javë, për mos me marë notën negative. Edhe unë çdo javë u paraqit shanë emnin e tina. Po në atë grupë me mu ka qenë ma vonë greja ime, ajo ishtë vitin e parë, unë në vitin e 4. Edhe interesant, asistenti 1-2 mu drejtë ke mu për një projun që e kësha dhonë para 4 vjetë. Edhe çdo javë, një herë një javë kem pas ushtrime, edhe javën e tretë më afrohet gruaja eme, atëherë shumë e re, 20 vjeçare, edhe drejt mu ka drejtu dhe më ka thonë ti po më pëlqen. Edhe unë normalisht që jam përgjegjë edhe ti mu shumë. Edhe prej asaj kohe nuk jem da deri sa ajo ka vdek. 2014. Çka e dallonte nonën? Ajo ka pranuar me lonë Beogradin, me arën pej, me jetu në ato kushte çfarë kem pasna, prej një luksit që e ka pas atje, me ardhë në një situatë krejt ndryshe. Mirë po, nësë kem pas gati kur gjo, po e kem pas njëni tjetërin. Çka e ka dallu ato? Ajo ka qenë më me rëndësi. Kem pas njëni tjetërin, edhe prej asaj në kanë lind 4 fëmijë. 3 vajza edhe djali. Pe aty në 3 vajzave, 2 janë mjekë specialiste, njëna e ndjera që vdiq para 6 muaj, Vjolca, edhe ajo juriste e diplomume, edhe Iliri 4 juristit. 2 juristë dhe 2 mjekë. Punëtor, ndershëm, edhe me ta unë mburna. Edhe mendoj që edhe atyne nuk i vjen turp kënde kanë prind, kënde kanë bab, edhe kënde kanë pas nonë. Për këto 53 vite me nonën, sa vështire përjetove vdekjen e saj? Vdekja e saj është si me këput një pjesë trupit tëndë. Nuk je mu aj që je konë. Po, në një mënyrë kompenzohet me fëmijët e mirë. Në një mënyrë, në njësë kisha falimentu mos e pas për krahjen e fëmijëve, mos i pas fëmijët e mirë, për mu kishte me qenë tragedie madhe. Humbja saj. Na 50 e kusur vjetë jem konë bashkë. Kur nuk kem pas fjalë ndër me veti. Kur mos marrëveshje ndër me veti. Po unë e kom pas një përkrahje të madhe të saj. Edhe gjatë karrierës teme i kom dru, në pej kom punu, mandej në Prishtinë, mu ka duhet me shku edhe në Beograd. Edhe 8 vjetë në Beograd, greja me ka ndejt në Prishtinë edhe në pej, nuk ka kërku marrë me mu.
edhe o kry misioni u shkatru Jugoslavia, atëherë pensionohëna edhe prej asaj kohe jam pensioner. Gjyshi ti e pate këtë bashkërkëtim me nonën për te gjitha sfidave, për te gjitha barjerave, për shkak dashurisë. Edhe dashuria të ju triumfoj mbi gjithçka. Për mua edhe sot kriteriumi kryesor është a ki punë me një njerit ndershëm a jo. Jo si e ka emnin ai. Çfarë njeri është, çfarë karakteri është. E jo cilës komsi i takon. Për mua është irelevante ajo. Mas pari a është njeri apo jo. A kur është njeri, do të tëna virtytet që duhet mi pas një njeri. Qa është atëri? Gjyshi ti ke mbajt pozita mjaft larta, ke qenë kryetari PEJ-s. Si e kujton periudhën kur ke qenë kryetari PEJ-s, vitet 70-a, 71, 74? Kom pas plot ngjarje. Mas pari kur jam hin punë, në Jabllonicën e vogël, atër komuna jep ke udhëzim edhe me shku në qatë shkollë, një Jabllonicë. Shkojnë me vendimin e komunës atje dhe drejtori i shkollës. Më thët ju, pejon t'jeni pa disiplinum, nuk vini me kohë. Edhe unë i lajmëroj organet e punëve të mëshme, pe këshyrën e drejtora o në veti aj, dhe pithëm qëfar lidhje ka supi me punën time. Jo, duhet me kohë edhe me cakton orët e para. Për me kon 7:30 orën e parë, a 12 kilometra me udhëtu për me mbri në 7:30, në ora 5. Unë nisë fipeje, 12 kilometra me ecë. Edhe normalisht më ka duhet me pranu se ishtë çështja e ekzistencës tonë. Po jeta sill ndryshimet mëdha. Unë kryetari i komunës vjen çaj drejtor te unë. Ja, i tash me një përullje që merë edhe turp kur e pash atë sjellje mi përullje që si takon njerit, edhe po më drejtohet, kom konkuru për këshilltar në entin pedagogjik. Po më lutë me intervenu për me pranu, se i ka ardhë familja në pej edhe probleme ka. Pe këshyrë unë, edhe vidhëm mirë, kom me thirë drejtorën edhe kanë me të pranu. Po une nuk jom njerë si ti që je konë. A më banë mend që është në ki pranu, kur jom konë une ngusht për bukë. I kom thirë edhe kam pranu. Është, ajo doni ju gjenerata e re, mu mësu, hakmarja është një send shumë i keqë. Sidomos hakmarja kur e ki pushtetin dorë. Me kesh përdor pushtetin për me u hakmar dikujna që personalisht, ose ai ka gabu me qëllim apo qëllim, nuk ka lidhje, po nuk duhesh me u sill ato çka të vjen përdore. Me qenë se une në 3 jam rrit në një situatë me mundësi materiale shumë të rënda të familjes. Baba jam ka punu si punëtor i thjesht. Edhe rroga që e ka marrë o konë e vogël, o duhet një ekonomizim i madh për me ekzistu në. Edhe mirë po ajo në ka mbajt, harmonia në shpi. Harmonia ndërmjet prindve të mi dhe edhe fëmijëve, ajo në ka mbajt. Në ka mbajt me u pjek para kohë. Mi pas sa prindi po vun edhe po sakrifikon për me mujt na me ekzistus, për me mujt me jetu. Edhe ato duhet edhe ju, gjenerata e juj e re, me umësu në qato mardhanja që shkan ekzistu për para. Mos mja haru prindve ato që kanë bo për ju. Gjyshi, cili ka qenë raporti që e ke pas me babin tënë të ndjerë?
Ajo kon autoritet i pa kontestushëm. Baba jem ka qenë autoritet i pa kontestushëm. Ai nuk ka folë shumë mirë ka mendu para se me më thonë diçka. Edhe këshilla që mi ka dhonë, dy këshilla që i mbajnë mend. Kur me fëmijë mos tento mu bo shok. Ata s'kan nevojë ti me kon shok me ta. Ata i kanë shok të vetë. Bënu prindi mirë. Edhe këshilli i dytë, besoj që ju kom përmbajt gjatë jetës, mos lejo me të nënçmu. Pa marrë parasysh pasojat që kemi pas. Mos lejo. Do të thotë, pa lejen tonde, mos lejo dikush me të nënçmu, me të pushtu. Qasaj ndoket që ju kom qëndru. A kom pas, as kom pas pasoja, fati jem që nuk kom pas pasoja. Kom pas pun me e prort, që i kom pas që nuk kanë qenë hakmars. Nuk kanë qenë hakmars. Kanë qenë njerëz mirë. I kanë kuptu ata që i kanë pas për fundi. I kanë kuptu. Po ashtu jom sjell edhe me varësit e mi. Kur jom kon e pror, zakonisht gjatë karrierës time jom kon një pjesë të madhe të jetës jom kon e pror. Kur nuk i kom nënçmu në punësat për kon kanë pasun. Kom pas mirë kuptim dhe i kom dimu, sa kom ujtën. Sa ju kon gjendje mi ndimu. Sa është e vështirë me qeni drejt për drejt në jetë gjyshi? Kur je i drejt, ki me pas pasoja. Po është mvaret sa ndërgjegja jote lejon dikush me të përshnu. Sa e lejon. Qofse e ki unin tënd, qofse e thush ato që ka mendon, mundesh me pas pasoja. Po ma pak se që kështë me pas pasoja në qofse ishe përur edhe ishe bo një vazal i vogël. Që aty jo, problemi. Një prej këshillave që na e ke dhënë neve, nipave dhe mbesave, po edhe fëmijëve të tu, është që nuk mundesh me bo dikant me të dasht me zor. Mirë po, gjithmonë ke mundësi me leju një person me të respektu dhe me kriju një limit. Ato edhe ju si pasardhësit e mi, duhen e mi ju përmbajt qësaj kredos. Duhen e mi, pa marrë parasysh për pasojeve. Mbajnë e vetin ato që ka jeni. Mos aktroni. Thujen e njerit sinqerisht ato që ka mendoni. Bo dikon dhe godit pak, po kur vendon ai ma ato tje, e shet që ti ki pas drejtë jo. Ose për ndryshe ai kur ta thot diçka. Që ti ki gabu. E nuk ka njeri i pa gabushëm që është. Nuk ka njeri. Mbaret apo gabon me qëllim, apo pa qëllim. Cili është një mësimeve më të mira që ta ka dhënë jeta? Një leksion jetë? Kujtime sa dush ka. Kujtimet më të mira që kom pas harmoni në familje. Harmoni me gruan teme, harmoni me fëmijët e mi. Nuk kom pas konflikte me fëmijë. Nuk kom pas mosmarrëveshje. Kom pas autoritet e aja autoritet o mvarë prej i sjelljes gruas teme. Unë jam kon autoritet për gruan, ajo ja ka përcjellë dhe fëmijët e mi autoritet. Gjithë ajo ju ka drejtu fëmijëve të mi, priteni baba kur vjen, bisedojmë. Ajo të fëmijëve të mi ju ka ngolit në tru. Baba ko ka diçka që vlen me ndigju. T'jesh në pozita të larta, përveç që ke qenë kryetar i PES, ke qenë edhe deputet dhe sekretar që është barabart me pozitën e ministrit në ditët e sotme, sa është e vështirë me qenë pozita të larta edhe sa është e vështirë me balancu punën edhe familjen? Mas pari, ashtu që unë si që komendu, familja është në rendin e parë.
Në qoftë se ki harmoni në familje, ki disponim edhe me punu. Në qoftë se ki harmoni. Harmonia më varet prej sjelljes tënde edhe sjelljes të atyre që jetojnë me ty. Ajo më varet shumë. Në qoftë se ti ki disponim të mirë në familje, nuk ki probleme në familje, ajo automatikisht shprehet edhe në punë. Automatikisht shprehet në punë. Po unë kom pas një parim me kon principiel me të gjithë, po më ndihmu atyne që kanë pas nevojë. Në qoftë se kanë pas nevojë. Kur e kom pa që ka nevojë, atëherë edhe kom intervenu për me ndru situatën çfarë ka. Pse vetë jam kon, kur jam kon i ri, i vogël, e kom ditë çka do më thonë skamja, varfënia, i kom ditë problemet e njerëzve që jam kon të varfëm. Edhe duhet mi dalë për parë dhe mi ndihmu. Gjyshi ti e ke një princip që edhe kur e bën të mirën, e bën shumë në heshtje. Asnjë person në rrethin familjar nuk e di që ja ke bot një të mirë një familjari tjetër. Pse kështu gjyshi? Pse vepron në këtë format, në këtë mënyrë, që të mirën e bën gjithmonë heshtje edhe brenda familjes? Ati që i bon mirë, mas pari nuk duhesh me ja përmend. Qoftë se ja përmend e devalvon ato që ki bo për to. Duhesh me bo mirë edhe harroti ato. Në qoftë se është ai njerë, ka me mbajt mend. Në qoftë se nuk o njerë, më djavë është. Po jam me ja përmend, jo. Ja. Në qoftë se ja përmend, veç e ki devalvuat mirën që ki bo. Mua më ndodhe dhe sot, ndërsa një nga arsyet pse krenohem, pse jam një pyet, është se njerëzit më afrohen edhe vetë, edhe më thonë për të mira që jo ke bo ti atyre. Mirë, po kur të pyes ti ose refuzon me fol për këtë pjesë, ose edhe mendon që nuk të kujtohet, thjesht mundohesh me ju shmang kësaj bisede, mirë, po njerëzit vinë dhe flasin vetë, njerëzit afrohen vetë. Edhe ndoshta një nga elementet që edhe e ke përmend gjyshi shpesh herë është që edhe në këtë moshë njerëzit afrohen vetë, të kërkojnë vetë me pi kafe, të kërkojnë vetë që me bisedu me ty dhe e shohin shumë të vlefshme kohën që e kalojnë me ty, edhe në këtë moshë në cilën je tani. A din ku e sheh ti çfarë ke qenë derisa je kon në pozita? Se kur shkon penzion, atëherë e sheh kush je kon ti. Qoftë se ti si pensioner, cili mon nuk punon, nuk ki kur gjo, nuk ka kur fat pushteti në dorë, e të ndali njerëz në rrugë, edhe të afrojnë një kafe me pi me ta. Ajo është çmimi më i mirë që mundet me marrë një njerë çka ka punu. S'ka njerëz pa gabushëm, asone që më koni pa gabushëm. Po kur gabimet si kom bo me qëllim. Në qoftë se kom gabu, kom mujt me e ndal veten edhe mi thonë më falë, kom gabu ndaj teje, kom gabu. E nuk o kon vetëm një herë. Disa herë kur kom gabu, ju kom kërku falje. Edhe kom qyrë me ndrejt që atë gabim që e kom bo. A në qoftë se ti si pensioner, unë e tash në pej, ti e din që unë jam pej marsit deri në ndorë. Atje kom lind, jam rrit, jam formu, kom punu, jam pensionu, edhe tash jam një pensioner, i më shumë. Po, ngre jeme më gutë që mu, kur shkëshim me ndajt të vlazin të mi, thëke, jo, me ty, kur nisna do të gjysore me mbri ati, po të ndalej. Për mu që ajo çmimi maj madhë që e kom marrë, të njerëzit e rëndomt, jo ata që janë pozit, njerëzit e rëndomt, ndalin, hajde me pi një kafe. Ajo çmimi maj mirë që mundesh me marrë, ti si pensionist, si njeri më shumë. Në qoftë se ata ikin për teje, dije që ki gëbu shumë. Mirë, po e përmendë pejen gjyshi, e ke një lidhje shumë të fortë emocionale me pejen. Edhe pse pjesën e dimrit e kalon Prishtinë,
sa po fillojnë ditët e para të pranverës, nisesh me njerë për pejë dhe pjesën më të madhe të vitit e kalon atje. Pse kjo lidhje me pejën, Unë e Gjyshi? gjithë thëm, unë në pej jetoj, a në Prishtinë banoj. Në Prishtinë banoj, a në pej jetoj. Qajo? A është lidhja emocionale për shkak të familjes, për shkak të rritjes, shoqërisë? Ngjarjet që kanë ndodhur kur je kon i ri, ne moshë të zbukurohen ato ngjarje. I haron ato ngjarjet që kanë të hidhura, ngjarjet të këqija, i haron ato, i mban mend ato që kanë të bukura. E unë kom pas shumë ngjarje të bukura që kom përjetuar në pej. Edhe ato nuk i haroj. Mirë po, Gjyshi, me moshën vjen edhe shumë dhimbje. Sa më gjatë jeton një person, aq më shumë edhe përjeton. Këtë e ke thënë edhe vetë, në bisedat që i kemi pas vazhdimisht. Ke pësu shumë humbje në jetën tënde, e përmenda prindrit, vlezrit, vllau, motra. A din çka më e keqja? Ti jetëgjatësia është një plus për një njeri, po është në një mënyrë tjetër edhe është një farë dënimi, se i hub shokët më të mirë që i ki pas, i hub akreban që i ki pas, të afërmit që i ki pas, i përjeton që para 3 dite më ka dek djali i dajes me jam kon, jo vetëm milake, po misht vërtet, si t'jem kon të pandashme edhe ajo të goditje, edhe po më vjen mend romani i Mingvejit, kujna i kumbonët. A i thët, se që ta kumbon që i kumbon, të afrohet ty. Edhe që ato kumbonët që i kumbon, mu afrohen. Edhe është diçka normale që më afrohen, që vjen rasti për ty me ra far kumboni. Mirë po, dhimbja më e madhe që e ke përjetu është humbja e vajzës tënde, tezës time, Vjollcës. Si e përjeton një prind humbja në fëmijës? Vështirë, ajo vështirë. Vdekja Vjollcës, vdekja e papritur në Vjollcës më ka godit shumë. Shumë. Edhe sot dhe atë ditë nuk muj me haru, nuk muj me qenë normal kur më vjen mend vdekja saj. A që më konë tafërt, e vajza e parë, gëzimi i parë. Faktikisht ajo konë udhëse edhe nënës tonë, dhe tezës tonë, dhe dajës tonë, ajo o konë kryesorja e cila o kujdes, se ma e madhi o konë. Edhe humbja saj për mu, më zetë. Po, gjithsesi kujtimet ndonjëherë mbeten ajo arma më e fuqishme që e posedon njeriu, ose edhe sado që mund t'jetë sfiduese për një njeri, sidomos kur jeton ka gjatë, si ti, Gjyshi, që deshe përjeton shumë çka. Kjo pjesë është më e vështira, cilën ne kemi përjetu si familje. Mirë po, ndoshta një nga elementet që e veçon familjen tonë është edhe lidhja e fortë emocionale që e kemi, sidomos lidhja jote, Gjyshi, me fëmijët, po edhe me nipat e me mbesat e tu. Si kalon ti sot këto ditët e pleqërisë, ditët e kësaj moshe? Cila është lidhja me nipat, mbesat, me fëmijët, përveç meje këtu? Une ju du të gjithve njësoj. Me ty ma shumë ti edhe ma hitna. Edhe me ty edhe shumë sende ndroj edhe biseda, se kom me kont. Edhe kom për çka. Shpesh edhe të shaj. Po, ti e din ku të shaj ty kesh. Edhe afërsia e madhe o ndërmet me edhe nipave të mi. Afërsia e madhe, i du edhe e shprehja atë dashnin ndaj juve. Ta shikom edhe stërmbesat. Do më thonë edhe gjenerata e tretë. Edhe ajo, o në një farë kompenzimi, se si ti, si pensionist, ta shki nge me shtiru zampe.
edhe mu marrë me çka do të thot me janis me analizu pa një arsye. Mirë, po ti gjyshi je një pensionist atipik. Në me thonë, për kundër moshës gati 89 vjeqe, ti je një person që ke një rutinë gati shumë dinamike. A din çka atë? Janë dy tipat njerëzve. Dikush e programon ditën, dikon dita e programon. Unë i takoj llojit parë, unë e programoj ditën, di çka du. Si është një ditë e zakonshme jotja gjyshi? Nuk shtrena në dhomë edhe me meditu. Ose jam me libër, ose zhvilloj fjalët kryq për mi angazhu trunin. Deri sa i rregulloj, deri sa i gjoj ato tema për çka është fjalë kryqi, edhe angazhoj trunin mos me haru. Se mos me arë në situatë me thonë, pe kurit, po haron, edhe me thoj, çka pe kurit? Hala s'ko marrë në atë situatë me vetë, e çka pe kurit? Mirë, po e ke edhe ecën ditore. Ti nuk e humb asë një ditë pa ecë. Apo, unë e programoj ditë, unë e di në mramje e kom itinererin tem, në pej banesës deri te Gryka e Rrugovës, edhe Anasjeltas 1 orë, që në Prishtinë këtu, pej banesës deri te komune, pej komunës deri te konviktet e studentëve. Ne përpar kthena 1 orë, e boj një shëtitje e që shpejt për me më qarkullu edhe komt edhe organizmi. Nuk pritoj, a o borë, a o shi, e boj atë detin që e kom. Mirë, po edhe je njës shumë i mirë i kinematografisë, sidomos amerikane, njës shumë i mirë i sportit, lexuesi rregullt. Nuk ri badihava me këqyr tavanin. Atë kanë ndihmu ndoshta edhe kjo rutinë në këtë jetë gjatësi? Kon? Rutina, atë kanë ndihmu në këtë jetë gjatësi, kjo rutinë që e ke të organizuar kaq mirë? Unë në qofë se isha durzu në bas pensionimit, isha haru. E kom, unë atë orarin që e plotësoj edhe dita më shkon shpejt. Po gjyshje një element që nuk po du me lënë pa e përmend është edhe politika edhe te vajza jote, mami im Fatmirja, vret ky ndikim që e ke pas që dhe sot është 22 vite në politikë. A mendon që ke qenë shtysa indikatori që ajo sot merret me politikë si model prej babait vet? A din tash po ta tregoj halla jeme. E ka pas djali halës teme ka qenë edhe ajo marrë me politikë, edhe pej Prishtines ka 6 muaj ditë nuk vike me pa nonën. Edhe si vike janis keme për qaf, ajo e bojke nuk du me mdasht me politikë. Diçka e pas sinqert. Zakonisht politiqart nuk jonë sinqert. Fol ato çka s'mendon. Po ta përkujtoj vetëm një ngjarje, ajo që ka ngjarën, një plak po pret në rend për me ble mish. Para saj një malezez edhe ai po pret në rend. Ky kasapi shqiptar vjetët t'lutem, ajo ka pas emrin Shugović. Apelen qëtë plak, me marrë mishin më strin kom atje i ri. Kjo është nona e një Cucovicit, një bosnjakit, kujshi që jënë konë. E aj Shugovicit mos ka bo me denoncu këtë Cucovicin për me burgosa, e konë drejtër komerciali 17 nëndorit. Mos ka bo me intriga. Ata po thot, a kënona e Cucovicit, po ajo një njeri mirë, janë njës me livdu. Po plaka i përgjigjet, Shugovicu, ndigjom, ishala djalin tem, e gjon ato qka ti po fol për to. A ishala ty gjon ato qka ti mendon për to.
E ndërmjet asaj çka folin edhe çka mendojnë, ka një shkallë e madhe e dallimit, sidomos në politikë. Ti po shoh çka po ndodh në kuvende, çka po ndodh, diskutimet, çfarë tirada, vetë lavdata, njerit mjarë turp, qa. Cila do të kishte qenë sot një këshill që do ja kishte dhënë edhe gjeneratës të re, po edhe mu si një pyet, po edhe gjithë rejave e trimve në Kosovë, po edhe në gjithë shqiptarinë. Çka? Një këshill që do t'ja kishte dhënë, një këshill. Këshilla? Bënu besnik e mos beso. Pse? Pse pikërisht kjo këshill? Bënu besnik e mos beso. Sidomos fjalëve. Veprave po, a fjalëve jo. A ka qenë kjo një moto që t'ka përcjell në jetën tënde? Mos pari unë që më konë jetëtar i asaj me më lavdu dikush. Nuk kom pas dëshirë me më lavdu. Sidomos me më lavdu kur jom prezent. Se atët është një proverbi i shkëlqyshëm. Me lavdu dikon prezencën e ti. është dopsi. Po me sha në prezencën e dikujn e tjerve është poshtërzi. Gjyshi, gjithmonë është kënaqësi kur bisedoj me ty, edhe du me të falenderu që ke ardhur sot, edhe ke nda edhe një rrëfim mjaft personal tjetës tënde, po edhe që ke bashkë bisedu me mu, me nipin tënd, edhe pse ne bisedat i kemi shumë të shpeshta, po gjithsesi është një emocion ndryshe kur je para një ekrani, para një kamere. A di çka? Janë 3 persona që s'muj mi rezistu. Mas pari Ilirit s'muj mi rezistu, mandej ty edhe Bertës. Që s'muj mi rezistu. A di çka do të thonë mi rezistu? Iliri është djalë dhe Berta është mbesa. E ke pika të dopta. Po gjithsesi faleminderit shumë Gjyshi, ishte shumë kënaqësi me të pas një prej mysafirëve të mi në podcastin tim. Edhe unë të uroj vetëm shëndet mirë dhe me vazhdu me qenë modeli ynë për një jetë të mirë, për një jetë shëndetshme, sepse nëse ka diçka që na e ke instalu në familje, përveç dashurisë është edhe respekti. E ato e gëzon të gjithë familja, një prit mbesat, po edhe të gjithë persona që të njohin nga afër, edhe që kam pas fatin me punu me ty. A dëshira jeme ma e madhe është me vdek në gjumë. Mos me arë në situatë me lyp ndim. Pa marë parasysh kujnoj. As ta fërë me ty. Jo. Mos me vujt, smundje. Qa e dëshira jeme. Faleminderit Gjyshi për sinqeritetin. S'ka për që. Edhe uroj që kemi me pas edhe raste tjera ku do të kemi mundësi me bashkëbisedu në këtë format. Faleminderit shumë të gjithëve që ndoqët këtë epizod dhe miru takofshim në epizodat e radhës.